Çmimi i naftës ka shkuar në 218 lekë. Ky vendim i Bordit të Transparencës i marrë gjatë mëngjesit të kësaj të shtune, solli rritjen e çmimit me 15 lekë, krahasuar me vetëm një ditë më parë. Edhe çmimi i benzinës është rritur me 6 lekë, duke e çuar shqitjen me pakic në vlerën e 181 lekëve për litër. Vetëm një ditë më parë, tregtuesit e naftës me anë të një letre, 5 importuesit më të mëdhenj, kanë dalë kundër këtij vendimi, sepse sipas tyre, ky çmim i lëndës djegëse nuk mbulon kostot e prodhimit. Sipas tregtarëve shqiptar, ata nuk mund të shesin nën kosto, pasi do të shkaktonte humbje të mëdha për bizneset e tyre. Ndaj për këtë arsye, kërkuan nga Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë të ribëjnë analizën e shifrave të blerjes së naftës. Në të kundërt, paralajmëruan se do të marrin masa deri në pezullimin dhe kufizimin e shitjes me shumicë të naftës dhe benzinës, si dhe frenimin dhe kufizimin e procesit të zhdoganimit të karburanteve në Porto Romano deri në një moment të dytë. Në mbledhjen e parë të zhvilluar ditën e premte, Bordi i Transparencës vendosi të ulë çmimet nga 214 lekë për litër, çmimi i cili qëndroi për 8 ditë, ul në nivelin e 203 lekë për litër, ndërsa benzina nga 199 lekë për litër u vendos në 175 lekë për litër.